për qarë. Edhe unë i thash, mos u këshu, do bëjmë këshu, është kjo këshu. Së është loja jonë, mo strategjia jonë, ne jemi në lojë këtu, valla. Dhe unë jam që kam hikë. Tani, merret kjo gjëja këtu, merret te lavamani, merret të ndryshme si. Pra, dhe bashkohen, më falni një sekundë. Oke, po qëtu du na me ndërhysh, se qëtu e kam pyetje. Po një sekundë, se kjo ka të bëj shumë pra të pjesa dushit. Kjo e gjitha grumbulloha dhe del mas 2 mujesh, a kupton ti, shive si është ky manjak. Tani, kjo gjëja e dushit është sjaruar në atë prime. Edhe mua, me këtë pjesë të dushit, në atë prime më kam bërë namin. Tani del prap edhe mas 2 mujesh, më bëjmë prap namin. O vlla, ku jemi? Atëherë unë mendoj që të gjitha kjo gjëja bëhet që mua të më intimidojnë, edhe unë të marrë valizë dhe të hikim shpitime. Dhe them, valla, u dorëzova se unë pas kam bërë këtë gjë. Ndërkohë është tjetër gjë. Kjo është me fol me argument qetë. Tash më thuaj. Tash pas prajmit të kalum që dulen qëto pamjet të ndryshme prej dushit edhe të gjithashka, vjen prajmi ku ti kërkon me ditë ako ndjenja Selina për ty. Pse? Ja ta them unë. Sepse historia është që në ditën 10, mos t'i vemi jashtë. Në prime, brëm, nuk do ishte diskutuar asgjë, në qoftë se Selini do më thoshte mua po.